Ish myftyi i Shkupit Ibrahim Shabani mbështet akuzat e Ramadan Bardhit nga fshati Blac, i cili pretendon se në tokën e tij private janë varrosur rreth 50 persona. Sipas Shabanit, ish udhëheqësia e myftinisë ishte njoftuar për këtë problem dhe po bënte përgatitjet e fundit për zgjidhjen e problemit. Madje sipas Shabanit, BFI-ja vite me radhë kishte mbajtur të fshehur tokën e dhuruar nga donatorët anonim për varrimin e personave që nuk kanë parcela të caktuara. Disa herë ka pronë fletën e pronësisë, ka nxjerrë skic, kina shkuar, kina këshirën dhe ishme gati veç për me zgjedh ose për me zgjedh problemin edhe me këtë. Njëri ashtu sikur se zgjodhën problemin edhe me personin tjetër. Zatira ki problem dhe ne zbuluam se ajo është pronë vakëf për vorat të cilën uzurpuesi i postit Suleman Rexhepi e kishte mbajtur fshehtas këtë parcellë, ne nuk e kemi ditur si muftini. Një ditë më parë Ramadan Bardhi akuzoi myftininë e Shkupit se në tokën e tij private janë varrosur rreth 50 persona. Edhe pas ankesave të njëpasnjëshme, ai thotë se prona e tij private kishte vazhduar të mbushej me varreza. Ata kanë bën varrimin në orë private, në orën time këtu. Edhe tash unë ju kam njoftu para një vite që mos më varros këtu. Ata nuk më kanë thonë që pse se ki thurë orë. Kjo orë me qina vetë nuk u thurë. Këtu në kur marrë me një vërrim këtu, kur i kom pa 5 orë këtu, e ne kom shku mësën e të bashkërisë, më të vërros këtu. Toka private e Ramadan Bardhit ka sipërfaqe prej rreth 2300 metra katror, ndërsa ndodhet të ngjitur me vakëfin e BFI-s, që është lënë për varrimin e kufomave që nuk kanë toka të caktuara për varre.